Dashur shikues të podcastit Lojtari 12, jena në episodin e radhës, me episodin e shumë pritur. Para se me nis me i mbaj premtimet, një falenderim të veçantë për sponsorët tanë X-Coins, Taktika dhe Uidea. Që shpesheni fanellin e komar, se mu keni gjyt komente, që shllaleqi komente në hala pa bo diçka, veshe ka talë pse e veshi. Kjo është fanella e 2022-2023, po mdoket, tuna me vesh, po pe veshi. Unë e premtimet I maj vlla, se do që shajshi mos shani më vlla. Plus jam djalë Deçani, se kjo shka, fam djalë Lukagjini po njëjt. Premtimet I maj. E vesha. Hajde inshallah. Para se marrë mysafirin, do fjalë shkurta, shpejta për këtë fanellë. Qëre. Po ka shumë kritika, po ka shumë fjalë, po ka shumë analiza që Arsenali nuk po lun qaq mirë që me meritu titullin kampion. Edhe unë kom pasur reagim pak emocional në Facebook që adin kornera, po nëse I shakon një tifoz I një klubi që 3 vjet më radhë ka dalë në vend dytë të bëj futboll të bukur, sepse o koni far. Dihet që ka luajtur bukur. Edhe vjen puna me luftu prapë për titull, edhe veç pak me mu të senu pak titull dhe mu tut që pe hupi, vallai kisha jap golla pe korner për Jauti me dorë, çka dush. Kështu që ai gara anash Arsenali e meriton titullin. A thash që Arsenali e meriton titullin kampion, sidomos tash që edhe City barazoi. Vazhdojmë me Safirin. Afër me është një tifoz I mëshëm me Arsenalit, po ashtu edhe gazetar, po një as shumë I madh I futbollit përgjithësi, Besian Beha. Vëllai kemi rënë. Sa vëkesh me këtë panel? Ti kumpruson s'desha që e kiti apo dem kështu. Shima ka pru JVC-n 98-s, 99-s. S'desha që e ki çto sigurt I ki më me kualitacion ja. Çka është e vjetër. Amo, po m'pëlqen se ke marrë premtimin kështu. Po që dorën zemrën premtimin me kon, kom me vesh fanellën. Sa kom me marrë vesh so kon. Ja, pejtoshit ta jep lirin, monësh me hiq edhe tani mujna me fut. Pelova që pak sekonda tani me hiq. Që puna e fanellës, tartuna me sqaru pak që kam unë rivalitetin me Arsenal. Kur kom nisur në me futboll në 2003, janar 2003, Arsenali sokon kampion fuqi, kon Manchesteri. Fakt të kokon po, Arsenali 2002-ën apo Manchesteri 2003-ën. Arsyeja pse më bë rival me Arsenal sepse kur hini Chelsea në mod 2003-2004, Arsenali veç e pata sezonin Invincible pas një humbje. Edhe rivali Londrës, edhe në çat sezonin që kon Invincible pas një humbje Arsenali, Chelsea pa dytë me Arsenal Champions League, amon 2003-2004. Lojën e parë në Stamford Bridge, lojën e dytë 1-2 fitoi Chelsea, ja bën humbjen e parë ata pas humbjen League Cup në Champions League, Wayne Bridge. Kështu që aty ka nis themi urrejt janë thojse sepse unë nuk urrej klube bre. Qëra futbolli pa pas pak banter thonë anglisht. Pa nguc pak. S'ka gjë. Kështu që faleminderit shumë për juve. Ja, po e ke se smoj çfarë. Ja, e tryte. E ke marrë premtimin para se me kon analist e gazetar, na jena ke tifoza. Tifoza e vërtet. Ta Karageri, Henria këta në për CBS, jo në analista, po ai thot unë Arsenal, këtu me Liverpool, këtu me City. Kështu që rrnofsh. Falenderojm veçantë. A mos s'është në ftorit e mirë, a vetëm kështu. Ja, s'mre. Unë veç për kalë. Kështu jam lashkoq, po gjyra kalë ka hier. Me këtë panel, respekt kampion apo ja, mos ashtu më mirë. Vazhdojmë me Besianin, vazhdojmë me një tifoz shumë të madh që Besian. Tash po ndoqet ti gjenerat me mua, po duhet të pyet kur ke nis me Arsenalin, çu shka nis, apo në moment në litar prej 2004-5 ashtu, domethënë se unë jam 97 që I lindur. Okej. Domethënë pe 7-8 vjet tamam kur ja kom nis me kuptu ka pak se ti nuk është që klon futbollin në atë kohë, po normal duhet më thonë që këtë dashni për Arsenalin ma ka përcjell baba. Okej. Edhe prindin e kam fans të Arsenalit. Edhe unë kom babën me Arsenal tash për bëj publike. A peshe fanella për sa ta tregë mirë, nuk e vash rastisht. E ka përcjell çat fare emocionin, shtutul më konë sidomos mas finales të humbur Champions League-s. Zakonisht njerëzit buhen kur dikush fiton diçka, çajo humbje domethënë për mua patkon një farë si humbje pa drejtësi, pa merituar si apo domethënë nacionin tim pe një farë fëmijë kështu të pafajshëm me thonë, mu dëke që ky ekipi që po luan me të kuqe e ka merituar më shumë, apo vetëm që I thon ngjyrat e llogës të kuqe e ka merituar më shumë. Normalisht Henria, unë besoj që 90% e tifozëve të Arsenalit nëse I thumë mendon një lejtar dhe thuin Thierry Henry. Top lejtar më I madh. Normalisht periudha e art, edhe është ndoshta çaja periudha që na hala po presom. A kemi rrit 2004 vista të jem të qartë? Trubullt. Po kështu e mama ngryem. Trubullt e mojnë men. Kinin është për ta. Trubullt e mojnë men. Masanej, masi që e mbu me ditë më shumë kom lexu shumë I kom qyr domethënë këtë. Video dokumentare, libra, domethënë çka janë shkruar për atë ekip që u kon tepër fantastik, edhe normal jo mrit me dashnin tepër të madhe.
edhe njerëzit shpesh ballafaqojnë me pyetjen që pse lidhesh kaq shumë, se je kaq i flar. Domethënë unë kam një farë përgjigje që tifozët që janë me ekipe që fitojnë me rroll, janë shumë ma besnik, janë shumë ma euforik, janë shumë ma tifoz ndaj aty në ekipeve se sa ata që fitojnë gjë, domethënë se ti dikur në grup është me ti. Po do bësh çashtu është. Po Besian, po duhet të pyet se tash ti të paskara bo tifoz, domethënë 2004 pak se trubull, 2005 në kon FA Cup kundër Manchesterit. Ti të paskara diku një 7-8 vjet me kon tifoz, domethënë pa trofe. Sepse në 2005 Arsenali ka fitu FA Cup, masane ka pas 8 vjet deri në 2014 kur ka fitu FA Cup me Hull City. Domethënë çaj kon trofeu i parë që e ki përjetu. E kon përjetu, po vërtet. Çat periudhë po dihet që Wenger kon prej notë 6 deri në 2018. A e kon, domethënë, ka pas ndaj tani mos pëlqen për Wengerin që s'ka pas trofe, apo ty ka marrë ajo që Wengeri kon i fortë. Në kohën e fundit unë jam kon kritik, domethënë se unë për një besova që ai vetë duhet më pa që i ka ardhur momenti që më u bën një farë freski. Normalisht kur isha ekipet edhe tjera të mëdha kur e kanë larguar një trajner mas një periudhe gjatë qëndrimit është problem me u rikonsolidu, domethënë është edhe Man United për shembull është shembull, domethënë këto ekipe që kanë pas trajnera për këtu gjatë është problem. Edhe unë desha që mundet me sjell një periudhë pa përshtatshme largimi i Wengerit, po ish momenti, domethënë sa ai edhe mriti në mosh, edhe unë besojsha që top 4-shi nuk do të më konë synim për Arsenalin. Çasaj se ka huaj Wengerin, top 4 ka marrë. E vërtet, domethënë po në atë kohë ashta u konë një arritje më e lehtë, sot është vështirë edhe me nejt në top 4-she, ose në top 5-she për shkak të këto ekipeve që i kisi Aston Villa, Newcastle, Brentfordit bujnë të lashe, domethënë është shumë problem, edhe sot me nejt ti në top 4-she. Ka njerë me nejt që i kena hi pak në hak, kështu me disa protesta që janë bu Wenger out ose diçka nuk me nejt që e ka meritu, domethënë me u përcjell në çat formë, po apet mendoj që është çaj trajneri që i ka shtit tifos të Arsenalit me u lidh me këtë ekip, është e padiskutueshme. Është një farë hajgar në fakt, na shtallon kur kemi vogël e kemi nuk këto, kur kemi nisë me qyr Arsenalin, trajneri Arsen emrin, ka menuar që ka me emrin sakt, domethënë se trajneri. Edhe në njëjtë ku menuar që e ka të lidhur, domethënë çat gjatë kanë ai, çaj ndërlidhshmëria, edhe më ta tregoj historinë kur u fitu FA Cupin 2015, u ka një farë kështu emocioni apo dim, po njerëzit ishin FA Cup dhe kup, po ti kur nuk përjeton në trofej për një kup gjatë, domethënë se cili trofej ty duhet të rëndësishëm, edhe normalisht tifoz pas gjykojnë edhe për situatës. Për shembull, kur sfiton një ekip kur gjë, ekipi rival e fiton një kupë të vogël, ti thua hajtë se nuk ka kur gjë, kjo korreri Bajramit apo din, domethënë sepse është gjykimi i çaj. Ngucja që na praktikisht e bujnë atë gjithë edhe që janë këtë normal. Futbolli çta ka. Ku janë atë Wenger jo koni debat shumë i madh kur u kon ndoshta më arsyeshëm që ndoshta më kritiku. Pilon e më mend këtë analistat e Sky Sportit për sezonin 2015-16 kur boll Leicester kampion, që ty kanë thonë që është momenti kur ajo do të largu sepse kryesisht arsyetimi i Wengerit ose tifozëve u kon që për shkak se tjerat po shpenzojnë, Chelsea, City, Liverpooli, Tottenham dhe United, Arsenali po shpenzon e tash u bë puna që ja mor titullin dikush që ka shpenzuar minimalisht, këtë rast Leicesteri. Po Arsenali çat vit shkoi deka fundit të Nira pak atë. Unë më ndan golën e Welbeckit kundër Leicesterit. 2-1 në minutën e 93-4. Në fakt vetë ju e keni poshtë mëna jashtë. 2-5 në Leicester, 2-1. Nuk kanë momenti që Arsenali ju afru 3 pikë. Po. Larg titullit, edhe janë kanë edhe 7-8 lojë, ashta 9 lojë, kështu diçka. Edhe kanë momente që kena nis me besu që titulli është i kapshëm, sidomos të pa rivalin që e kishëm. Me njerë ndeshjen me mas Leicester, luajshëm me Man United Musafir, që ato na kanë mujt, domethënë edhe kthym apet në realitet edhe pe atyit, domethënë mo nuk ka mujt me kop vetën ekipa dhe u dol Leicesteri kampion. Po i lojm kohë të vështira, kohë të vështira po folim për mirë diçka se kena çan me vol që dal. Falem se po mdoket titulli është i Juve. 3 sezone shkun. Dy kon shmafër, 2022-2023, domethënë fund që u porti City dhe që barazu me Southampton. Edhe 23-24 ajo ndeshja Tottenham City 0-2, 24-25 Liverpooli i mos sakt. Çtash jeni shumë afër. Domethënë Arsenali porti Brightonin, tash futani aty, City barazoi 7 pikë, që vetëm ndeshjen e betër City afrohet 4 pikë, edhe që poshtë Juve afrohet 1 pikë. Mas parë po nisim te kritikat e trajnerit të Brighton, Fabian Hurtsler që kishton kurrë s'komelon, kurrë s'kisha pas shef klubi jam i dy që shtu. Arteta tha dhe mek, adin anka sa dush. Çu është që pjesën e kritikave për lojë. Ai trajneri mas parë kish u vret që ka pas goxha personale, apo dem pe para se më nis loja po. E para atje, e dyta, edhe unë kum thon njëjt Bleki çat rrafshë 15 vjet kum thon njëjt. Kur fitoi ke dikush tu mbrojt Chelsea për shembull që i ka fitu ligat e kampionëve tonë. Chelsea ka mujt 6-0 me Mourinho. Mashani Mourinho për mbrojtje 6-0 ka mujt. Unë kam thon kur
kur e keni mujt Bayernin për shembull tu mbrojt, unë thonë, "Ma, hiç më mirë se fitoj, s'o më fitu çështo." Edhe ajo normale, je kon stadion Bayernit. Po saktë, ose tjetrën finali kundër City ta peç ashtu si tu mbrojt me një gol. Domethënë edhe unë e njëjtë kom gjyku. Po vjen një kohë që loja e bukur, kriti fostojshin Arsenali shumë mirë, po lumë, po fiton, apo domethënë ti veç meçe. Që tash kur Arsenali ka nis me qyr rezultatin para lojës, edhe që është shumë afër me fitu titullin, tash është standardi tjetër, e keni prish futbollin. Pse kena prish futbollin për një golla pe kornera? Thonë qëllimi është të mjetin, kjo thani apo. Absolutisht po, domethënë unë mu për veti që tash nuk më intereson. Në lojën kundër Brightonit e kena dhënë një gol që pe Kurxhofit, edhe kena ajën topin edhe jena mbrojt 90 minuta. Basë rëndësishme për drejtë gol. Për mua është rëndësishme me i marr 3 pikë. Edhe normal ato 3 pikë i bënë shumë më të rëndësishme barazimin në Nottinghamit me City, që neve na qenë me një situatë tepër të favorshme. Domethënë edhe unë kam gjykuar njëjtë, na kena luajtur futboll mirë me Wengerin, ka pas rast që na hu 5-2, 5-3, po kena luajtur futboll. Po vjen një moment për shembull që ajo nuk është edhe dorën zamër Arteta po duket që është presion të madh. E kena folur edhe këtu, po folën edhe këta analistat, nëse për 3 sezona rreth del vend dytë. Në sezonën e 4, nëse e kish nis ky dop, nëse i shkon vend 3-4, nafta s'kish pas presion, po për shkak që është vend fort prej tetorit, me bëmë u Champions League, ai nafta se hekin sepse Arsenali në boni më të fortë ky. Po tut na s'ka më vullnet, s'ka çaj thot lojtar më çfarë mendon ti? Janë shumë sene që ndikojnë e para, ky ka investuar dhe ka ble lojtar aq sa ka dashur. Që kanë nevojë në secilën pozitë, nëse shej ka 2 lojtar besa pozita i ka edhe 3 lojtar që secilin me shti nuk mundesh me dallu cili është për pozitën e startuesit. Kjo është e para normalisht. E dyta, unë besoj që ka pas ku mjaftueshëm që taktikën e vet me instalu në ekipën Arsenalit. Ka pas edhe mbështetje, ka pas lojtarë domethënë që luajnë për një kohë gjatë bashkë, edhe komponimi është shumë më nivel tash se sa për shembull për vitin e parë kur na kanë në garë për titull. Edhe që tash realisht nuk ka arsye. Mbi të gjitha, nuk ka pas një rival. Po flas konsistent. Nuk është City para me cilin na kena garu para 3 vjet ose Liverpooli ka garu ato sezonat që shkojshin kanë 98 pikë, 99 pikë. City nuk është i njëjti. Tash kur i mbledh krejt çto, nëse ti nuk mundesh me dal kampion, unë mendoj që duhesh me marr edhe faturën e çiti dështimi. Tjetër është edhe e ke prish lojën, domethënë edhe e ke prish lojën edhe nuk po fiton. Domethënë duhet me marr përgjegjësi. Unë shpresoj që nuk vjen puna me marr përgjegjësi. Ja, po gjet titull titull me marr shurimi jo. Tash na ka pryer dhe fati këtë sezon. Po thua. Në shortin për shembull me FA Cup që 2-3 xhira po na bin do ekipe që janë shumë atleta në Champions për shembull jena në onën ku nuk janë ekipet e forta dhe deri në gjysmëfinale nuk përballen me një kundërshtar që është shumë. Ai e kënaqet vetëm Premier Liga apo do hala, se ndoshta ja ka folur për tjera. Për mu Premier Liga është super, po pa hiri me dalë edhe diçka. I merr edhe ata. Tash kërkosh nuk e ka fituar 4 pletën, a vetëm të këtyrëm. Ja, rreziku është. Po të me folë se çdo video tani prenë. Rreziku është që po ndoqët të tha edhe Patrick Vieira tha, që nëse Arsenali bëhet kampion të vjet Premier League tonë është rreziku kushtimisht në thojza që me vazhdu me fitu trofe shumë sepse vetë krijohet pra mentaliteti i kampionit. Po edhe çka ndikon në meneçin nëse ec Guardiola, domethënë që ka shumë diskutime që mundet me u largu. Unë nuk mendoj që mundet me pas një trajner që mundet me i bë konkurrencë paktën edhe për 2 sezona Arsenalit kështu. Nuk e di pse e kam çat përshtypje, po. Mendoj që Arteta çat dorën e vet hekur kështu e ka, edhe mendoj që lidhjen me ekipën e ka shumë të mirë. Edhe s'kam ka pëlqyer Blake për shembull është që mu po shpresat për titull mas ndeshjes me Wolves. Pe 2-0 ekipi fundit i rompi ligë, pothuajse i rompi ligë, ta barazon thjesht i çova durt. Domethënë po tash kur e sheh ekipën që reagon, thjet me 3 fitore, 2 prej cellave kundër rivalëve direkt që ka rival qytetet, ata edhe me kon të luftu për mbijetesë ose me kon mes tabelës ata që në prish. Që reagimi shumë më ka pëlqyer dhe që më ka bë me kuptu që nuk është Arsenali i para 2 vjetë për shembull që kur na nxjerr këtë dikush në barazim edhe një 3 lojë tani shkoi shumë çashtu tu Pash kon prill 2023 po ndokët kur barazu me Liverpool 2-2 që u kthyn edhe çaty ka marrë me Southampton edhe me dikon tjetër me Brentford në Nottingham kena dështuar Saka penalti u kon absolutisht kështu e papranueshme. Besian ditë mira po vin, po ndokët ditë mira po vin. Për mua po e për ty se di. Po veç ta jo më vino për unë kom pas valla bër, sa problem, po tash po dalin pak te pjesa e ditëve të mira sepse natë kena pa juve që të kanë Facebook, Instagram, shohin që shpesh shku me pa Arsenalin. Edhe ndoqë Sari e shku, kanë fitu, po e ke pas lloj përvojë diçka që ke pasur shku për herë të parë, po ndoqë. Përvojën e parë tillë. Edhe tillë diçka të ka dalë pak vaksës. Çfarë kon puna?
para një viti gjys, e kisha vizën se domethënë tifoste që i dojnë ekipet angleze në Kosovë fallin më të madhe të viza se din me nxjerr shumë telashe dorë në zemër. Kisha me shku me një trajnim, e mora vizën edhe tani e kisha për 6 muaj e shfrytëzova. Edhe vendosa me shku me po Arsenal Nottingham Forest, tukon nëse s'ka bëjmë fundin e nënturit të ndeshja. Tash unë normalisht tash ndeshja çunë unë të marr biletën e aeroplanit premtën, në ditë përpara nëse ka vonesë, nëse ka diçka tamam me mri për lojë. Shkoj me që shumë fluturimin të premtën para dite, hypëm në aeroplan, u lidhe, vetë nuk nes aeroplanin njëra, për kupton? Foli kusha? Po, ai piloti që po nisëm veç kur u nola, po dy domethënë në nola aeroplanin sa hajde me dol, kena një problem, diçka, edhe nëse dulëm me prita 8 orë në aeroport pritëm të qyra për rregullohet, as për rregullohet, nuk u rregullu, shumë keq. Tha nesër në ora 8 mëngjes nismi. Loja është në ora i bikën 4 me ortonën, në 3 orën në anglisë. Thash fajin e mri. Ka ora 12 po vjen email, hop shtyhet në 10. Hajde, 2 orë bëj hall. A pe thashë mria, vetëm se pellu tonit me shku në qendër të Londrës për shembull, i bëjshim një orë 15 minuta maksimum. Nuk u nis aeroplani deri në 12:01. Tash unë ishim në aeroplan, po nuk u nis për çfarë far aprovimin e piloti i vyke pilotit. Njëri unë kesh kaluja, kupton. Unë më thon aeroplanit çom direkt në Emirates. Veç me aterun fush. Ko. Për një tepër në kështu. Edhe thash shit s'po shkoj, se kisha unë nuk mbi kemë nejt as 2 ditë tani. Domethënë tamam kum marr me çpërto rrypin edhe thash po dal pe aeroplanit, veç kur ka marr munis. Nëse kur nisi na ateru me bikë minuta 70 të lojës. Ko. Mriva në aeroport vetë 700. Edhe në kushtimin e zeta me shluça postim në Facebook. Po tani historia se ka fitore kon bilim duket. Po e kemi shumë aty në Nottingham, po historia se ka pasur kon shumë kështu pozitive. Shkoj takuna me dëshu, kënaj sa ata më thonë që sa herë të vish biletat i kena më të siguruar lojës, kënej kompania e mojti përgjegjësinë për domin që ma shkaftoi, domethënë edhe i buna parat. Për herën tjetër, edhe s'ka ndodhur shkoi e qyri Arsenal Tottenham tani. Në London Derby. Edhe aty fitore. Edhe aty kena fitu 2-1, edhe e qyri edhe Arsenal Aston Villa në timin e dytë mas një muaji 2-2, jena do me. Pas kanë bërë këto 2 përjashtë. Edhe i kom qyr 2 ndeshje po. Para kësaj fatkeqësi. Para kësaj e kom po Bayern Arsenal u kon çerek finalja në Champions League para 2 vjetë që na kimishi e gol në München. 2-2 në Londër 1-0. Jam kon në München, po edhe hera fundit ke tash. Ja, pas karata man, pas që jamu ankuar. Fatëm fatkeqësi për ne me. Janë në momente që amo hera radhës, ç'tash po supozoj? Herën e fundit jam kon që tash Arsenal Sunderland. Jo, po më në hera radhës, do më për kampion ajo. Herën e radhës për bileta janë shtrejtu shumë tash normal. Çka fjalë hera e radhës, çka folën ashtu. Herën tjetër. Janë shtrejtu shumë biletat, për shembull me qyr çmimet e 2 të lojëve tunit shkojnë tani 1000 euro. Mjafton paradën me shokë. Po, në paradën, më ardh puna me shkum paradën e titullit që zhbohet në Angli mund pëlqen shumë ka 200-300 mijë veta, vetëm i ki krejt tifot si ty të lidh, na shtas nuk i ngjas kur gjë përveç lidh çaj dashnia e ekipit me cilën ja rri. Fort keni më kënaqur. Amo mos u gut se nuk u kry. Mos u gut se nuk u kry se ti e baksos pak. Apo kry. Qysh e shtuite postimin para 10 minutave kishe shkruar apo dëni më shty me kornera, çe me kornera. Kur ja dhan kornerin e dytë tani u ankuesh pse pe kornerit. Unë ankuas ju dha kornerin vet. Çaç mirë te kanë shtruar kornera sa që edhe vetit ja bën, llogarit. Ama ja po pak më vjen noti se për paradën unë s'm kon asnjëherë. Po edhe pak më vjen noti se po mdoqet do më bë puna, Chelsea valuajnë me City, që tash shumë afër në prill. Mos po na animoni. Me shumë gjas, se Chelsea tash i vjen vetë, se mos i kish vyf, na shta diksha thon s'luajn fare. Po vjen për Champions League tash, oran çat drejtë që më pas nevojë me fitu. E kthehet pak në retrospektiv para 2 vjetë kur Tottenhami kish nevojë për Champions League edhe pa tub 0-2, na shta ashtu kishu. Po tash ka shumë mundësi që Chelsea jep çat dorën shtys Arsenalit. Kuçi e sonit e Tottenhamit me City me kanë mbrojtur tek. Edhe domodin kanë tepër e çuditshme kështu. Çe për shembull Prom, pi bjen Nottingham City kur e posh, çajo largimi pe vist fundit që ja boni Mourinho, unë mendoj se çato janë momentet që të bëjnë definojnë sezonin. Nëse është një moment që e ka kthyr City ngorën, mendoj se është fitoria me Liverpoolin, edhe që kanë vazhduar me një seri të fitoreve radhazi, domethënë nëse kishi gol çaty, unë mendoj që është leje 3 pikë, është boost i madh ti me fitu ngorën për titull në ndeshjen minutën e 97-98. Çdo sezon e ka ashtu, ka pasur City me Liverpool një moment kur Stones i jep topin në vija ajo. To e po dhe kalendarin, për 8 ndeshjeve i luajm 5 mrena. Ndeshje derbi nuk kemi përveç që saj me krejt leta i kishi. Domethënë është Newcastle mrena, është Burnley mrena, është Bournemouth mrena, Everton mrena, West Hamit i shluajm, Crystal Palace i shluajm edhe City i shluajm. Megjithëse
kohë të punët të vendas si një kohë bash. E vërtet. Kështu stabil me fitore. Çështë më nai korner njëri nuk ka se na fol pak për sta kornera, se është pak problem për 6 majta, sa kanë për korner 3 majta 6 majt. Domethënë për këtë klubeve që kanë japur shumë digolla në ai sezon korner, Arsenali është aty, West Bromwich Albioni edhe një farë klubi në League 3 Oldham Athletic. Dorën zarma tash po folin prap shlir. Qëllimi çdo korneri, auti, penalti ose faulli është dorë me jap gol. Po unë jam shumë i frustruar me mënyrën që po bëhet çaj pjesë të zona. Sa ti po kapën këtë me zveti portieri, po ka shumë pak zakonisht raste portieri që do koni favorizuar. Tash u bollu. Arsenali për shembull që taktikë bën që 2 vjet, edhe që 2 vjet nuk kam rri asnjë ekip me se ti kur dikush e bën një taktik, është detyrë ekipit kundërshtor me bën një kundër taktik ose me aprish ato. Që 2 vjet krejt e din çu luhet. Ose kryesohet në dytën, në mbrojtje e kthen zonë edhe bëhet një tollovinë gol, ose domethën pak pengohet portieri prekën në limite. Domethën ti s'mundesh me thon as është faul në portierin. Për shembull me Chelsea nuk mundesh me thon se dikush ka bërë faul. Thjesht aty bëhen dështymje që ato janë gjatë, shtymet janë gjatë. Gjithë janë kohë, po a din ku është problemi unë? E marrë lexoj për shembull të trajnerat dështuar si ky Neville që tash janë bërë analista edhe e mojnë mendun shumë mirë para 3 vjetë ose 4 vjetë me Brentfordin, ndeshjen e parë sezonit e lym Brentford dhe na jep një gol pe autit. Çështoj na dha na pet tash. Edhe Neville mas ndeshjes turqi e loje. Set pieces janë mënyre arritjes së qëllimit ose për shembull edhe media që kanë shkruar në 2019 për Liverpoolin. Masterpiece-at e Liverpoolit për ndërprerjeve bujnë kampion. Kjo është zhvillim i jashtëzakonshëm. Tash i shet njëjtit gazetar tu thon Arsenali për prish futbollin pse po lun me kornera. Qëri ti nëse e kritikon si strategji, është e gabuar edhe për ato që e ka bërë para 5 vjetë, edhe për ato që po e bën tash. Domethënë edhe mua ma bë kundër dikush, domethënë çfarë mënyre të lojës, edhe unë kisha shose, është punë e tifozit. Po se cili tifoz kish pas ekipi vet. Sot bëhet një korner, me koni bindon ja 5-60% që çto ka gjosa me rogolla. Po. Edhe është burr, pak shpesh na më të burr. E vërtet. Po më si tifoz me ka për dibeli çat gol që e bën Chelsea, nëse ajo hini gol vetë po. Në ekipit e FA Cupit që kena me lut shtunën. Kush ka marrë në ekipi Ligës 2 që thonë që edhe unë jam të përgatitur më vonë edhe këta 18 janë të përgatitur së mund me nol. Duna me cek gjithë qysh Liam Senior trajneri i Chelsea, ai më po duket tepër i mëshëm, tepër respekt, po edhe kish pa thonë there's no right or wrong way to play football. Ti bën nuk ka mënyrë të drejtë apo të gabuar me futboll. Edhe kish pa thonë që ton javën e na ushtru që më mbrojt kornerave të Arsenalit. Po s'kena mujt, edhe tha din I respect that, dhe me kësi shumë po e vlerësoj që edhe pse na jena mundu shumë, ta kanë perfeksionuar. Që kur trajneri i Chelsea thotë që është në rregull. Kritikat po vijnë pe trajnerave, çifti që ti Horzellerit, që i ka 2 fitore në 15 ndeshjet e fundit të deltalun strategun atë. Domethënë, po e kompo gjatë gjithë ndeshjes, komunikoj edhe me lojtarë kush ishin të auti, play, fucking football, apo domethënë që të vënesën e lojës pak e kishit theksuar edhe jo valla. E kena shumë të theksuar sidomos ka funi që tash nuk ka hiç për kur çfarë doin le të bëjnë. Për mua edhe 3-0 me rezultat zyrtar le të fitojnë deri në fund se nuk e kam mish marakat fare punë. Po këta janë dëshpërimisht doin me fitu titullin, dëshpërimisht në çdo metodë. Ngrej Guardiola, për shembull, Guardiola tha unë kur jam kon Spain, tha pi vitit 2000, than kur kum fol me kolegë na thonë a ke punë anglisht or bëhet korner gëzohen. Domethënë është e njëjta strategji. Tash dikush na shta ka arrit me çumë në fal niveli tjetër me perfeksionu. Po kërkush svol që Arsenali ka golla pilojës top për një City për shembull. E ka mbrojtjen më të mirë në ligë, sulmin më të mirë në ligë. Krejt veç i përmenin kornerat. Apo kupton, domethënë ju ka ardhur rani me fol për Juve. Ju ka ardhur rani me fol për Juve e bajshëm me shnet. Po them edhe unë kam shoh Chelsea ose Interin për shembull. Kur ka luajtur me Barcelonën, edhe Barcelona ka bu super futboll dhe u eliminu se ai u mbrojt gjatë krejt ndeshjes. Unë jam konë edhe në tjetonën tjetër. Edhe di pse ku mbu. Ti e bën për United që ai e fiton në fund. Kërkush nuk thot kush e ka fituar një titull, kush e ka fituar. Harrohet ai, shkruhet atë ose si Paul Scholes që thon spjalloi na kupën kërkuin as i vjet, se nuk e meriton kërkush. Kto tani dalin na bedin, ti mundesh me pas rivalitet. Po jo me bu deklarata që sharaka, po dhe s'është Bablok ju kanë lyp në qafë Juve Kate. Edhe tash veç di me thonë e bajshim me shnet se kështu, jo nuk ono për neve. A disha është e rëndësishme pleki, me ekipi me menaxhu. Se kur të folin krejt për një javë, me rrjete sociale, me analista, me trajnera, kjo është presion edhe ndaj referëve tani që
luajn që janë në ndeshja. Ndikon direkt ose indirekt, për shembull se krijohet si frym. Edhe është problem ekipi me menaxhu, trajneri me menaxhu, menaxhit ka më shumë çdo ndeshje të fundit kanë punë me psikologët se son aspektin taktik çish me lu, po vallai. Se është tepër presion i madh. Edhe në kitonën tjetër tani presioni pe neve tifozëve të Arsenalit për me fitu ndeshjet edhe për me vazhdu. Jo vështirë ka Arteta, është në një periudhë shumë vështirë, po unë prapë do të thonë që ju po gjetë fitut. Para se me dalë të një farloje shkurt që bëjmë Pesian, po duhet një mesazh më jap të tifozëve të Cityt, Arsenalit, Chelsea, Liverpoolit për çdo javë të fundit në Premier League. Drejtoja kështu thuaj që më ku kryq apo. S'ka gjë këtu. Po ju drejtojnë edhe shokëve të mi, kështu që i këm të ekipeve rivale, keni fituar edhe ju, na ju kena këqyr, kena vujt edhe na ju kena shokur, keni dhona i golla me hila, pe kornerit, ta që nuk keni lu mirë, tash është ku edhe jo me shiu pak suksesin e Arsenalit. Nuk po them që dolëm kampion, se pa e po aty matematikisht numrat, nuk do të zëj me fol të e ditë çka kena bë viteve të kaluara, po edhe nëse bëhet duroni, veç me bu me u bë si vjet tani tut edhe një 2 vjet do të më duro. Çfarë habitu ta dhone. Sjam po bëjnë një lojë shpejt me klube. Ama ku marrëm të kallzu diçka. Po clear. Lidhjen me Arsenalin, çka e ka bu më interesant, është fakti që kur ka orë Gjaka, u konë lejtari parë shqiptar që i lunë për Arsenalin, u konë absolutisht prej ndjenjave më të mira. Tani orë dhe Shkodran Mustafi, më mirë mos t'i shoh. Më mirë mos t'i shoh veç. Kur orë Gjaka, si fan klub i Arsenalit, pa të më organizu një pritje. Qa ty të kompon ty? Qa ty të kompon një foto selfie? Thomas Vermaelen ja bëjshin. Që të qiton montajë të më krasojnë. Keme gjetë gjithë po. Edhe vjen Gjaka, edhe në atë vit që vjen realisht është kjo çështja e presionit apo lum për Kosovën, se u pranu Kosova në UEFA dhe në FIFA, edhe ne bëjmë një takim me ato vinja 200 tifozë. Për në mend Kosovë është një numër i madh i njerëzve që duajnë Arsenalin. Edhe është e çuditshme me po që për shembull sheh fëmijë ka 2-13 vjet, që kur e sheh për shembull e pyet pse e bën Arsenalin se nuk është që ka fituar diçka, me çat menimin se tash edhe fëmia bëhen me Parisin, me City, na Kupë Dion, me çdo ekipet që kanë fituar. Edhe u konë një super organizim, Gjakos ja pa të mbull një dhurat për vendjerin atku, ja pa të qunë në emën të tifozëve të Arsenalit, prej Kosovës në momentin që ka shku në Londër, edhe Gjaka ja pa të postu një farë fotografi kështu me mu, jo me mu, konë selfie me krejt tifozë në pavi, unë jam konë offer, edhe krejt më kanë thonë, po menoj komentet të anglezve dhe të tifozëve, a i ke morë dhe Thomas Vermaelenin me veti. Pa të shkuaj në Barceloni ku, pa të levis. Pa ta boj famë shumë që atë ku se më të ishe krejt si Thomas Vermaelen. Që ta shim trosh pak, po më duket edhe... Ha, që da jo trosh, se ka leo futbolin në dhaj. Po që ka në rasti fort veç. Ti Besian për fund, më thonë, po besaj një futbolin kështu në përgjithësi, ekipe tjera. Të bëjmë një lojë të shpejt që kena Anglinë për cilën më shumë, po normalisht. 5 fitar bëjmë, të thonë, pi përmenim 5 klube. Thojmë 3-2-1, e thuj klubet thonë një klub, një 5 me bojmë kush pja qëllëm. Garantia qëllëm me qaj. Hatë janë nisim një. Hatë shkojmë. 3-2-1. Chelsea. Kush i kishtë? Benayoun. Shqip Benayoun, përmanë këtë trahtarin, kush ke? Luizi, Petr Qer, Gallas, Ashley Cole, Anelka. Amo u merë Benayounin në nëzdipse. Benayounin ma doptin në përmanë. Vazhdojmë. Nashta që ma ka ongërim le ma shumë qaj. Po një dopt, vazhdojmë. 3-2-1. Liverpool. Liverpool-Barcelona. Kush u më Liverpool-Barcelona? Kush u më Liverpool? Një mëna marrë dikush regjia. Liverpool-Barcelona. O, tash, grand komente tash. O, Coutinho, vallaj, Coutinho, më shkojmë. Ska fol ke qaj e Coutinho. Hajde, shkojmë tjetërën, hajde. 3-2-1. Milan. Inter dhe Milani, ku? E kem bojë 7 herë Ronaldo i vjetri. Hajde Anja. 3-2-1. Barcelona. Chelsea. Belleti më kujtu. Hajde e funit. 3-2-1. Aston Villa. Tottenham. Qa ka buhet më kështu Aston Villa në Aston Villa në Tottenham? Aston Villa Tottenham. Po nuk më vjen me. Hajde bojnë edhe një se po vjen në notë. Hajde Anja. 3-2-1. Villarreal. Liverpool. Peverena, kryj. Bravo Besian. Dita që vetëm po çato porën më vjetrin e kum gjeton në Smanin. Po çajo që Benayoun e ke impresionant. Besian do të më falëndroj shumë. E di që ku momenti më i rëndësishëm edhe më kulminant me të thirrë, sepse je tifoz i matshëm dhe je shumë kritik edhe je shumë entuziast, o më ke kritikuar, mua ka pak në komente. Unë po ta harroj titullin. Mos më ora. Po ta harroj titullin. Të falenderoj shumë, po që shkon paroat atje
ma quj fatë diçka me ngutë se e meritoj me ngutë për çka komforti. Vesh fanellën e Chelsea se veshu, no. E vesh Ramo tani. Që ku dashun ky podcasti me Pesionin, tifozë Arsenalit, me kampionin e ardhshëm, shohim të Anglisë, shumë shpejt episode tjera. Shihemi.